Seanca plenare në Kuvendin e Shqipërisë ka nisur me debate dhe replika. Fillimisht pati debate mes kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe kryetares së Kuvendit Alisa Spiropali lidhur me rendin e ditës. Bardhi kërkoi nga Spiropali që të fusë në rend çështjen e zgjedhjes së avokatit të popullit. Gjithashtu ai ka kërkuar që të kryen dëgjesat me institucionet e pavarura dhe Kuvendi të vijojë punën edhe pas korrikut. Më pas ndërhyri kryedemokrati Sali Berisha, që e cilësoi problemin e avokatit të popullit si një problem që shtyhet për pothuajse një vit nga majoranca. Berisha shtoi se Partia Socialiste heziton të zgjedhë në krye të këtij institucioni një kandidaturë nga shtresa e ish të përndjekurve politik, teksa fliste për Besim Drejgjonin. Përgjigjen e mori nga ministri i Shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, Tauland Balla. Ky i fundit ftoi opozitën për të nënshkruar një tjetër marrëveshje si ajo e 17 majit, e lidhur mes kryeministrit Edi Rama dhe aso kohe kryedemokratit Lulzim Basha. Propozim që u prit me të qeshura nga ana e majt e sallës aty ku ulet edhe opozita. Ndërsa deputeti i opozitës Dashnor Sula ka akuzuar majorancën dhe veçanërisht kryetaren e Kuvendit Elisa Spiropali për shkelje flagrante të kushtetutës.